Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, aktori i njohur turk pranon se ka pasur marrëdhënie me meshkuj. Çagataj Ulusoy, një ndër aktorët më të dashur në Turqi, ka hapur një faqe të re të jetës së tij duke zbuluar një pjesë të errët të së kaluarës. Në një rrëfim të fundit përmes një dokumentari i cili do dalë shumë shpejt në Netflix, ai ka pranuar se gjatë periudhës kur përballej me varësinë nga droga, ka pasur marrëdhënie edhe me meshkuj. Aktori ka përshkruar këtë periudhë si një kohë të mbushur me frikë dhe stres, duke shpjeguar se ishte i detyruar të mbante këto aspekte të jetës së tij të fshehura për shkak të shantazheve të vazhdueshme. Ai ka pranuar se për të mbrojtur privatësinë e tij ka paguar shuma të mëdha parash për të parandaluar që informacionet e tij personale të dalin në publik. Aktori i njohur ka zbuluar gjithashtu se një nga momentet më të errëta të jetës së tij ka qenë kur mësoi se ishte me HIV pozitiv, duke theksuar se kjo ishte një ngarkesë e rëndë emocionale që i solli shumë shqetësime dhe frikë për sigurinë e tij shëndetësore. Një ndër episodet më të dhimbshme të këtij cikli të errët ishte kur disa individe shantazhuan me informacionin e tij të shëndetit dhe madje fotografuan medikamentet e tij gjatë gjumit. Çagataj Ulusoy ka pohuar se për të mbajtur këtë sekrete i ka shlyer shuma të mëdha duke përfshirë një shumë prej 1.4 milion dollarësh ose më shumë të përkthyer ato nga lira turke. Tashmë aktori ka treguar se është pajtuar me të kaluarën dhe ka ndjerë nevojën për të çliruar veten nga ky peshë, duke e konsideruar një kapitull të mbyllur, duke qenë se kujtojmë se ai tashmë është lumturisht i fejuar me një aktore turke.